disa s'kajnë varre, disa falë Zotit I ka një lehtësim, pak më të madh, sa më tha një vajzë, ta kisha pas vorën. Tosi, përshëndetje. Sot e ka dhe krusha vogël e sua reke shumë nga në tjera. Ka dhe mërkimtarë tash që kanë ardhur për këtë ditë. Hajde. Ta shumë lejmë këta që presidentja sapo ka arritur. Se në gjakun tuaj do të shumëzohen pranverat e pavdekshme. E zogjt do të ndërtojnë qerdhe plisave tuaj të tretur. Flini, ju ka hije gjumi I përjetshëm, sepse s'desha të jetoni të vdekur në jetë, pa tokë që mbani si shtroj, pa qiell që mbani si mbuloj, pa lumenj që ju bëroj në sy, pa djell që mbani në duar. Flini të qetë. Ju s'keni pse ta ankoheni, sepse gjërat më të shtrenjta I vat për Kosovën. Dhe dashurin tuaj e shënuat në çdo lule, në çdo rrugë, në çdo gur. Të nderuar të pranishëm, shumë të nderuara familje të rënëve për liri, nana të dashura dhe të forta krushiane, familjar të përvojtur, të nderuar përfaqësues të zgjedhur të popullit, të klerit fetar, ju të pranishëm,
Faleminderit që sot na jeni bashkuar në dhimbjen tonë të madhe. Ftoj tani nxënësit, të cilët qëndrojnë para varreve të bëjnë vendosjen e lulleve. Në përvjetorin e 27 jemi mbledhur të kujtojmë tmerrin e 26 marsit të vitit 99. Masakrën e cila cilësohet si më e madhja dhe më çnjerëzorja. Pesha e së cilës rëndon e vret pa mëshirë edhe sot, 27 vite pas. E madhe është krusha, e madhe sa plaga e saj, e sa ëndrat të cilat mbeten për gjysmë. E madhe sa gjama e nënave për të bitë. E madhe sa zhurma e dhimbshme e dheut kur mbuloi trupat e të dashurve tanë. E madhe është dhimbja, por më e madhe është krenaria. Të mëdha i kemi humbjet, por edhe më të lartë e ka nderin krusha. Në këtë dhej ka heshtje të thellë, jo se askush nuk flet, por britmat e asaj dite ende dëgjohen në erë, në çdo rrugë, në çdo prag, në çdo rënoj. Andaj në kujtim të asaj dite të merri ju lut për një minutë heshtje. Lavdi u qoftë. Sot krushën tonë me prezencën e tyre e kanë nderuar kryetari i komunës së Rahovecit, zoti Ismail Latifi, presidenti i Republikës së Kosovës, shkëlqësia e saj zonja Vjosa Osmani Sadriu, ministri i Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare, zoti Andin Hoti, ministri i Ambientit, zonja Fitore Paculli, ish kryeministri dhe generali i luftës Ramush Haradinaj, Drejtoria për hetimin e krimeve të luftës, Policia e Kosovës, Komisioni Qeveritar për të zhdukur, udhëheqësi i njësisë zoti Kushtrim Gara, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq me selin në Zhenevë, Misioni në Kosovë zoti Agim Gashi me stafin e tij, zoti Naimi Meri dhe zonja Adelina Bekteshi Osmani, Kryqi i Kuq i Kosovës, Dega në Rahovec, përfaqësues nga Organizata e Veteranëve të Luftës, Dega në Rahovec. Krusha është një varg i gjatë i të vrarëve, i të pagjeturve dhe i mungesave pafund. Përsëritet. Andaj për të kujtuar 26 marsin e vitit 99, ftoi presidenten e Republikës së Kosovës, shkëlqësinë e saj zonjën Vjosa Osmani Sadriu. Shumë të nderuara familje të rënëve për liri, i nderuar kryetar i komunës zoti Latifi, të nderuar ministër Hoti dhe ministre Paculli, i nderuar ish kryeministër Haradinaj, të nderuar deputet të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, shumë të nderuar të pranishëm. Jemi sërish së bashku edhe këtë vit për të kujtuar, për të nderuar dhe për të mos harruar kur një nga plagët më të thella të historisë sonë të re, masakrën në Krushën e Madhe. Në marsin e vitit 1999, kjo tokë u mbulua me dhimbje të papërshkrueshme. 241 banorë të Krushës u masakruan nga forcat e regjimit gjenocidal të Serbisë. Në mesin e tyre edhe 7 fëmijë e 5 gra përfshirë një grua 7 zën. Ata nuk u vranë në betej, por u vranë në fshatin e tyre, në shtëpitë e tyre, në përqafimin e familjeve të tyre. Ky ishte një krim me paramendim. Kjo ishte një masakër e planifikuar. Ishte një akt i qëllimshëm për të shuar jetë, për të shuar kujtesë, për të shuar vetë ekzistencën e banorëve të këtij fshati. Ishte një përpjekje për të shfarosur shqiptarët nga tokat e tyre. Por tragjedia nuk përfundon këtu. Edhe sot 64 banorë të Krushës së Madhe figurojnë ende në listat e zhdukurve me dhunë. Janë plagë të hapura,
janë mungesa të papërshkrueshme që rëndojnë çdo ditë mbi familjet e tyre në radhë të parë, por edhe mbi ndërgjegjen tonë si këmbë e si shtet, dhe histori të ndërprera që presin akoma drejtësi. Në mesin e këtyre plagëve të hapura qëndron edhe fati ende i pasbardhur i Ukshin Hotit nuk pranoi të nënshtrohej. Ai ishte një figurë politike dhe akademike që artikuloi lirinë si të drejtë dhe si domosdoshmëri. Zhdukja e tij me dhunë mbetet një nga plagët më të thella të kësaj historie, një padrejtësi që nuk është shuar me kalimin e kohës. Por njëkohësisht fati i Ukshin Hotit është edhe provë e vendosmërisë sonë si shtet. Nga se sa herë që përmendet emri i tij dhe i gjithë atyre që akoma janë të zhdukur me dhunë nga regjimi gjenocidal i Serbisë, i rikthehet shtetit tonë e familjeve, jo vetëm dhimbja, por mbi të gjitha kërkesa për drejtësi. Rikthehet kujtesa se ka histori që kurrë nuk mund të mbyllen pa u zbardhur, sikurse që ka figura që askush asnjëherë nuk do të mund t'i zhduk, sepse përgjithmonë do të jetojnë në kujtesën e popullit tonë. Megjithatë, përballë tragjedisë me cilën u përball, Krusha e Madhe nuk u thye. Nga kjo dhimbje e pamas, u ngritën gra që dëshmuan se jeta është më e fortë se vdekja. Një prej tyre është Fahrie Hoti, një grua që e ktheu dhimbjen në forcë, humbjen në qëndresë dhe lotin në punë e në dinjitet. Ajo, sikurse edhe të gjitha gratë e Krushës, dëshmuan se mbi jetesa nuk është vetëm të jetosh, por të ringrihesh, të ndërtosh, të mos dorëzohesh kurrë, e mbi të gjitha të vazhdosh çdo ditë të punosh për drejtësi. Krusha e Madhe sot është dëshmi e kësaj force, një dëshmi që e pa gjithë bota me sytë e vet. Është dëshmi se edhe kur gjithçka duket e humbur, njeriu mund të gjejë forcën për të vazhduar dhe për të luftuar për kauza më të mëdha se sa vetvetja. Por kjo forcë nuk e zaventson drejtësinë. Prandaj nga ky vend sërish kërkojmë përgjegjësi. Kërkojmë që autorët e këtyre krimeve të dalin para drejtësisë në mënyrë që dhimbja të mos mbetet pa emër dhe pa përgjigje. Vetëm kështu mund të ndërtojmë një të ardhme ku krime të tilla nuk përsëriten më. Sot, përderisa përkulemi para viktimave të Krushës së Madhe, ne bëjmë edhe zotimin e përhershëm se nuk do të harrojmë kurrë, se do të kërkojmë drejtësi pa u ndalur, se do ta mbajmë përgjithmonë gjallë kujtesën, jo vetëm si dhimbje, por edhe si përgjegjësi. Të shikojmë përpara, por duke mos harruar kurrë, e duke mësuar që ta ndërtojmë një të ardhme ku dinjiteti njerëzor është i paprekshëm. Lavdi e përjetshme të gjithë martirëve të Krushës së Madhe, lavdi e përjetshme të gjithë dëshmorëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, nderim i përjetshëm për intelektualin e papërsëritshëm Ukshin Hotin, nderim i përjetshëm për të gjithë zhdukurit me dhunë për cilët do të vazhdojmë të punojmë që të zbardhet fati i tyre. Zoti e bekoft Krushën, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Ju faleminderit. Sot, Krusha është më shumë se një emër, është një amanet. Është zëri 206 martirëve të cilët thrasin për një grimcë drejtësi. Ftoj njërin prej nesh, njërin nga të shumtët që nuk pushoi duke kërkuar drejtësi. Andin Hoti, Ministër i Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Qëllimtare. Faleminderit ta shumë nderuara Presidente e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Çerniu, nderuara Ministre Sonja Pacoli, nderuari kryetari i Komunës së Ravecit, zoti Ismail Atifi, shumë respektuari general të Pushtetit Shqiptar të Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, i cili vjen prej lavdisë Kullazhanit në lavdinë e Krushës, të nderuar deputet të pranishëm, nderuari general, nderuara zonja Fahrie Hoti, që është edhe simbol i një gruas së hekur në Krushë, po edhe në Kosovë, shumë të respektuar të përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, të
Nderuar veprimtarë të çështjes kombëtare, shpërgosur politik, përfaqësues të Policisë Kosovës, përfaqësues të Komitetit Ndërkombëtar të Kyçit Kuq dhe ju bashkëvendas të pranishëm. Ashtu siç e tha Blerta, ashtu siç e tha edhe kryetari i komunës, unë jam I mirë se ardhur këtu sepse unë jam I këtu, jam I birë I juaj. Unë e kam këtu vetëm si një ministër I Mbledhjes Kosovës, po jam një nga ata që ka përjetu nën lëkurën e familjes vet, të gjitha ato vuajtje, ato dhimbje, ato krime që shteti kriminal serb I ka bërë. Jam një nip I një dëshmori, një nip I një martiri, edhe një familjar I shumë familjarëve tjerë, që sot gjenden para nesh që përkujtojnë të rënat me liri. Depërtimi I gati 1 milion shqiptarëve nga Kosova ishte pak një sinjal I qartë si për ata që mbetën në Kosovë, ashtu edhe për faktorin ndërkombëtar. Slobodan Milošević nuk kishte ndërmend të ishte dorë nga Kosova e okupuar para gati 200 vite. Fshatra e bombardimeve të NATO-s pas refuzimit të marrëveshjes së Rambujës nga Serbia, nxori në fakt një plan të njohur si plani Pathway, një plan I menduar për spastrimin etnik të Kosovës. Praktikat e Auschwitzit nazist 44 vjet më pas, bota përqinte në sytë, por tashmë në Kosovë, dhe Auschwitzi u përjetua rënd edhe në Krushën tim, Krushën tonë. Krusha e Madhe është një nga plagët më të mëdha të historisë sot. 241 të vrarë e 64 të zhdukur përfshin edhe babin tim. Një fshat I tërë I goditur nga një krem I organizuar shtetëror. Këto nuk ishin akte të rastësishme. Ishin pjesë e një plani të menduar dhe të zbatuar, plan për spastrimin etnik të Kosovës. Serbia gjakatare nuk U mjaftua me vrasje. Ajo përpoqte të zhdukte gjurmët I krimit, të fsheh trupat dhe të mbuloj të vërtetën. Dhe sot, pas 27 vitesh, e mban të mbyllur në arkivat e saj të emta përgjigje për shumë familje të Krushës dhe të Kosovës. Edhe sot në këtë vend, tek Varrezat vendosen lule vivare të sprasta. Edhe kjo nuk është vetëm dhimbje, kjo është një padrejtësi e vazhdueshme. Prandaj ky vend nuk kërkon mëshirë, ky vend kërkon vetëm drejtësi, sepse drejtësia kërkon veprim. Në këtë rast më lejoni që të vlerësoj punën e institucioneve tona në veçanti drejtorisë për vetimin e krimit të luftës dhe prokurisë speciale për kombat vetëm ndjekjen e kriminalëve. Në bashkëpunim mes tyre janë arrestuar të dyshuar, janë ngritur aktakuza dhe janë dhënë edhe gjykime dënuese, edhe për disa që me mungesë edhe për disa të tjerë që janë sot prokurorë. Po ashtu Instituti për krimet luftës po bën një punë të rëndësishme, duke mos lejuar që këto krime të mbesin vetëm në kujdesin tonë, por duke I kthyer ato në dokumentim, në prova dhe në aktakuza për krimet makabre. Por kjo nuk mjafton, nuk mjafton sepse dënimet që sot janë dhënë janë një pikë e vogël në oqean nëse e krahasoj me krimet që Serbia I ka bërë ndaj Kosovës. Nuk mjafton se edhe 1570 persona që nuk janë numra, po janë njerëz, janë familjarë tonë, vazhdojnë të na mungojnë çdo ditë tash 27 vite. Prandaj ne I bëjmë thirrje edhe nga Krusha, edhe nga Celina, edhe nga Bellacerka, edhe nga Krusha e vogël, ma vonë, ku të qoftë në Kosovë, faktorin ndërkombëtar që të luajë rolin e saj aktiv dhe mos të mbajë atë që ajo e quan neutralitet, për shkak se neutralitet nuk mund të ketë mes viktimës të Kosovës. Është neutralitet nuk po. Dhe të ushtrojë një presion mbi Serbinë të hapën arkivat e saj klasifikuara, të dorëzohen kriminalet dhe të zbardhet fati I mëdhëshërve tonë. Sepse pa drejtësi nuk ka paqe. Të nderuar pranishëm, Krusha nuk është vetëm një vend I dhimbjes. Krusha është edhe një vend I krenarisë. Është vend që I dha Kosovës më të shtrenjtë e saj, të rinj dhe të reja të këtij vendi. Është vend ku liria nuk u kërkua me fjalë, por u fitua me gjak. Është vend që I tregoi botës se ky popull nuk nënshtrohet, nuk zhdufet dhe nuk dorëzohet. Nga kjo tokë doli një mesazh I qartë për çdo kënd. Se mbi këtë dhe, liria mbrohet me dinitet, me sakrificë dhe me qëndresë. Ne që jemi sot këtu nuk duhet të jemi vetëm dëshmitar të historisë. Ne kemi detyrim të vazhdojmë atë. Detyrim për të kërkuar drejtësinë, detyrim për të mos lejuar që vërteta të zbehet,
detyrim që ta mbajmë të gjallë kujtesën dhe për ta mbrojtur dinjitetin e të rëndëve, sepse liria që gëzojmë sot nuk është dhurat, është një amanet. Prandaj ne nuk guxojmë të harrojmë dhe nuk duhet lejojmë që kjo histori të mbyllet pa drejtësi. Në emër të Kryeministrit të Republikës Kosovës dhe të Qeverisë Kosovës, jani të shprehni njohjet më të larta, nderimet më të larta për familjet e të rëndëve, për liri, lavdi, martirëve dhe dëshmorëve të Krushës Madhe dhe gjithë Kosovës. Krusha, më shumë se vaj për të vrarët, sot është gjema për drejtësinë e vonuar, drejtësinë e mohuar. Generali i luftës çlirimtare Ramush Haradinaj ftohet për një fjalë rasti. Nderuar Presidente e Republikës Kosovës, qësia ju Tanja Vjosa Osmani Satriu, i dashur kryetar Ismail bashkëtar, i dashur Andin, ministre, kolegë prezent shumë, deputet, Ganimete Musliu, Ariana Shoshi, Haxhi Abdyli, nëse ka tjerë deputet, gjithë ju përshëndes me respekt, familje dëshmorëve, të martirëve, institucionet venit, media, Fahrije që në bën krenare, Fahrije Hoti se e ke mbajt tamam ashtu krenarin nanave, motrave, zonjave të këtij veni që e kanë parë peshën më të vështirë gjithë kësaj kohe. Është nderi madh me çek këto sot, edhe me shpreh respektin, edhe me u përur para gjithë atyre njerëzve tonë që në rrapa drejtësisht, qeveri, gra, flesh, fëmijë, tri, edhe po ashtu me shpreh shqetësimin tonë, pse ende ka pa gjetur, edhe pse ende s'ka ndodhur drejtësia për këtë masakër, në Krushë të Madhe, Krushë Vogël, në Selin, pastaj në Fortesë, gjithkund. Besoni, është krejt e logjikshme. Që me shpreh shqetësim, pse nuk ndodh drejtësia, nikosisht është e drejtë, pra, me shpreh shqetësim, si ka mundësi që ende mu gjykue UÇK-ja. S'ka lidhje cili është. A e ka Emin Ramush, a Fatmir, a dikush tjetër, a ka Hashim, a Kadria, Jakub, a Rexhepa, o UÇK-ja, njerëz që kanë luftuar me mbrojt veten. Shumë e pa shpjegueshme gjithë kjo. Këto po na ndodhen vërtet, po unë me leje në nderim të rëndëve sot, e jo vetëm sot, të ditë, se kanë filluar më herët, 24, 25, 26, vazhdon besa, edhe me jeja e tjera, edhe janë në gjithë vendin, në gjithë Kosovën, pra, shumë qindra masakra, si të veprojmë atute, si të nderojmë ta. A ka diçka që mujë me bo ma me sinceritet, ma me nderë, si popull po flasë, si Kosovë. Disa popull i thojnë se akmarja ma e mirë është suksesi. Ne du të me punu shumë që kur mo mos me qenë pa mbrojtëm. Kur mo mos me qenë Kosova e pa mbrojtëm. Pa ne dohet, si thot populli, me i ra gurit e drunit, e kur kjo tokë mos me qenë e pa mbrojtëm. Nëse nuk jemi të mbrojtëm, po, në përsëritet historia prap, se na tregojnë gjyshe, katra gjyshe, që na ka ndodhur. Ushtrinë tonë, institucionet e sigurisë tona duhet të forcohen. Po ashtu, ne nuk bën kur me bu hajgare me sigurinë. Është shumë e paspjegueshme, mos me kuptu çka do me thonë siguria. E me besue që në siguri mundesh me marë. Nuk mundesh me marë në siguri. Për kur gjo. Nuk po ima në detaje, po për kur gjo s'mundesh me marë në siguri. Kush merë prej sigurisë, për çka do qoftë tjetër, ka mu gjyku keq. Na nuk mujmë me u përballë të vetëm, me një armi që është jo veç sa na, nuk pohon sa ma i ma se na, po që ka edhe miq. Na, për siguri, mos me na përsërit Krusha, e Krushe tjera, duhet me majtë fort me Amerikën. Kush i thot ndrysht ta dini që so ka diçka o ka jo thot, ose o ka e din, po se ka për të mirën e këtij populli këtij veni. Kur s'ka me pas, se dini vetë, a ishin këthyra e në tokën tonë, mos me pakun Amerika dhe NATO.
Dhe qysh ishim këthy dhe kur ishim këthy dhe qa këshim gjenë këtë vend. Unë nuk du me gjatë ma shumë, asha di asha muj kome një mu që ky vend kur mos me meti pa mbrojtën, kur mos me meti pa mbrojtën, pa zot shpije, pa mbrojtjen e vetë, dhe kur mos me meti pa alatë. I përjetë që më kujtimi për të në për liri. Bravo, bravo. Në secilën shtëpi është një më pak në sofër. Për të rrëfyer sa dhem dhimbja në Krush, ftoi përfaqësuesin e saj Sejfullahu. E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar ish kryeministër General Ramush Haradinaj, i nderuar kryetari i komunës zoti Ismail Latifi, i nderuar ministër për punë, familje dhe vlera të luftës lirimtare Andin Ukshin Hoti, e nderuar ministër e ambientit zonja Fitore Paculli, shumë të nderuara familje të dëshmorëve, martirëve, veteranë e invalidë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mysafirë të respektuar, qytetarë të Krushës së Madhe, zonja Zotrin. Sot, për të 27 herë me radhë, ne po të bëhemi këtu përsëri me ju. Me ju për të 27 herë, por ne, krushanët, me njëri tjetrin po takohemi për të 10.000 ditë. Për 10.000 herë. Janë pëthua 10.000 ditë dhimbje pikëllimi që kur Serbia vrau, masakroi dhe zhduku 241 familjarë tanë. Që 10.000 ditë ne qajmë, vajtojmë për familjarë tanë, kurse më rëndë është që 10.000 ditë ne shpresojmë e jemi akoma në angth për 64 familjarë tanë të marrë pengë. I marrë pengë dhe akoma i zhdukur dhe ideologu, baba i filozofisë politike shqiptare, Profesor Ukshin Hoti. Në fillim besuam që koha do i shëron sa do pak plagat, por përkundrazi, koha neve na i ka ngarkuar edhe më shumë plagat. Janë pothuajse 10.000 ditë dhe ne pikëllimin e kemi 10.000 herë më të madh. Neve na vranë, masakruan, na dhënuan dhe na kallën gjithçka që kishim arritur me ndërtu me shekuj. Na vranë e djegën familjarët tanë, e neve të gjallët na kallën shpirtin. Kallën pothuaj gjithçka mbi tokën e Krushës. Ne që mbituam, filluam të jetojmë me shpresën e drejtësi dhe me besimin se që ata që ne mbushën fushat e fëmijëve me varre do sillen para drejtësisë. Nuk kemi lënë derë patrokit për të kërkuar drejtësi, në gjykata, në rrugë, në protesta, në shijen e borë, bashkë me nënat tona të përvojtura. Në vitet e pas luftës, institucionet tona të përkohshme për pas shpalljes së pavarësisë, që besa dhe ato të shtetit tonë pavarur, arsyetoshin se kjo është drejt e rezervuar e institucioneve ndërkombëtare. E kur trokitin në ato ndërkombëtare, ata talleshin me ne. Po, talleshin, dhe jo vetëm kaq. Ata në fillim Unmiku, e dikur edhe Oleksi, përfshirë dhe strukturat hetuese të tribunalit të Hagës, na rrejtën, na gënyen pra, na mashtruan e manipuluan. Vinin e Krushë kinse me mbledh dëshmi për krimet serbe, na morën dëshmitë që kishim dhe i zhdukën ato në interes të shtetit serb. Është vrasje dy fisht për ne krishtianët, kur institucionet ndërkombëtare të drejtësisë në vend se të merren me krimet e gjenocidit në Krushë e fshatërt për rreth, ata fondet ndërkombëtare investuan në fabrikim të dëshmive për krerjet të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe luftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pra, në vend se me marrë me krimet e dëshmuara nga vetë tribunali me 1999, ku zyrtarisht konfirmohet se shteti serb në Krushë të Madhe me 2 krematoriume dhe 8 varreza masive kishte ekzekutuar 241 qytetar, ata merren me krimet e supozuara të UÇK-s të fabrikuara në Rusi dhe Serbi. E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, Ekselenca juaj, zonja Vjosa Osmani Sadriu. I nderuar i general i ushtrisë lirimtare të Kosovës, burri emblematik i familjes Haradinaj.
Unë ju fola për 241 të vrarë të zhdukur. Përmenda profesoru Kshinotin, por me përgjegjësinë më të madhe morale e juridike ju konfirmoj në emër të banorëve të Krushës së Madhe se të paktën janë qindra krushane e krushan që kanë vdekur si pasojë e gjendjes së rënduar shpirtërore pas masakrave që Serbia e bëri në Krushë të Madhe, përfshirë këtu edhe disa dëshmitarë kyç. Andaj, nuk e kam ndërmend me kukat as me lujt viktimin para jush, e më përgjëruar, por me kërkesë për me bë presion në Bashkinë Ndërkombëtare, sepse e kemi humbur besimin në Bashkinë Ndërkombëtare për zbardhjen e fatit të pagjetërve, por kërkojmë nga ju që në asnjë marrëveshje të mos arrijët me Serbinë pa krijuar një tribunal për masakrën e gjenocidit në Krushë dhe pa u dënuar përgjegjësit. Ne e dim se keni presion, e ndoshta do keni edhe më shumë presion, por ma bërllog nuk bëhet. Ne kemi duruar 10.000 ditë, por s'po mundemi më. Jemi lodhë tashmë. Andaj, ju inkurajojmë që të ngulni këmbë për inicimin e një tribunali për gjenocidin Krushë. Asgjë më me rëndësi nuk është se sa drejtësia të vihet në vend. Gjithsesi, jam i nderuar që në emër të banorëve të fshatit Krushë Madhe të ju falenderoj që jeni me ne për të ndar dhimbjen. Ju po ndani dhimbjen me ne ndajmë krenarinë me ju. Lavdi gjithë dëshmorëve martirëve të Krushës së Madhe dhe gjithë Kosovës. Krusha, duke qenë vendi i bijave dhe bijve trima, vendi atyre që Kosovën e patën atë dhe e fe, u bë vendi ku agresori serb shfaqi ndjenjat më jo njerëzore që pati, duke vrarë e masakruar krushantë pafajshëm. Gjaku i tyre u bëft dritë e në ndriqoft në rrugën për ndërtimin e atë dheut. Duke ju falenderuar për pjesëmarrjen, ju ftoj në vendosjen e kurorave dhe luleve pranë lapidarit, lavdit rënëve për liri. Tash po bëhet vendosja e kurorave. Po. Çad. Можно. Çad. Zero. Bora!
violenca ndaj familjarëve. Dhe Zotit na mura dhe koha nuk ka shi. Familje, lavdije. Dhe ju lumt. Vish pak se s'po ta shej. Qyre tash atje, vish qyre. Këto zgudoj mu në varshën për tasit. Zdohet. O rriqi me fred. Lavdije nderime për një tonë. Ju lumt. Momentet më emocionale kur familjarët mbesin të varri edhe këtu sonri unë se hapën plak tash e fillojnë me qajtë. Peshini Krusha sot është e gjitha plotë për plot. Tu ka të gjallë që kanë përjetu që afrim të zofime me gruën, ky ka këtu në Kofoma, vllavi u ka vrarë Nis në Krushe, gjanë lloj histori. Ju përshëndes gjithë dhe kudo se ndodhi, shimin ngjarje tjera.